Në një kremtim solemn është përmbyllur muaji maj në Bazilikën e Nënës Këshia të Mirë me shashit udhëzohet nga Imzot Miroslav Adamzik, nunc apostolik në Shqipëri, në këtë ditë të veçantë kur kisha kremton dhe solemnitetin e Trinisë së Shenjtë, besimtarë të shumë të bashkuan në lutje dhe falënderim për të përfunduar muajin kushtuar Marisë. Gjatë predikimit të tij, Imzot Adamzik ndaloi në misterin e Trinisë së Shenjtë, duke theksuar se hyi është bashkësia e përsosur dashurie ndërmjet Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë. Misteri i Trinisë së Shenjtë është themeli i fesë sonë, një hyj i vetëm në 3 persona. Edhe pse arsyeja jonë njerëzore nuk mundet ta kuptojmë plotësisht këtë të vërtetë, nuk kemi të bëjmë me një enigmë matematikore, por me një ftesë për të hyrë në zemrën e vetë dashurisë së Zotit. Bashkim në shumëllojshmëri. Hyj nuk është i qenje e vetmume, që prej amshimit hyj Atë, Biri hyj dhe Shpirti Shenjtë përbajnë një bashkësi të përsosur. Si të shkruante Shën Agostini, hyj Atë është burimi, Biri është pasqyrimi i kësaj lavdie, ndërsa Shpirti Shenjtë është dashnia që i bashkon. Lidhja e tyre është aq e përsosur sa ata përbajnë një hyj të vetëm. Hyj vepron për dashuri. Secili prej personave hyjnor merr pjesë në shëlbimin tonë, duke zbuluar rolin e vetë të veçantë. Hyj Atë është krijuesi që na dha jetën dhe dërgoi Birin e vet në botë. Biri i hyjit, Jezu Krishti, bëhet njëri prej nesh, na shëlbon në kryq dhe na hap dyert e qiellit. Ndërsa Shpirti Shenjtë është ngushëlluesi dhe udhërrëfyesi ynë. Është ai që ndez fen në zemrat tona dhe na jep forcën për të jetuar çdo ditë. Çfarë do të thotë kjo për ne? Një hyj, një dhe trini, nuk është i larg apo indiferent. Ky mister na tregon se në themelin e qenies son jemi fryt i dashurisë së përsosur. Në qenë se jemi kriju në shëmbulltyrën dhe në përngjasimin e hyjit, jemi të thirrur të ndërtojmë marrëdhënie të mushuna me dashni, me falje, bashkim me të afërmit tanë. Nunci apostolik ftoi besimtarët që duke kundruar shembullin e Marisë të hapin në zemrat e veprimit të hyjit dhe të jetojnë çdo ditë në besim, shpresë dhe dashuri.